Mimbrana dhe selam aleikum për të gjithë dëgjuesit dhe shikuesit të RTI-s. Edhe sonte, siç do të martë mbrëma, jemi me emisionin Ta njohim të vërtetën me profesor Dr. Shevqet Krasniqin. Hoxh, selam aleikum i sërve. Selam rahmetullahi wa barakatuh. Atëherë, linja telefonike është hapur për të gjithë ju që dëshironi të bëni pjesë të këtij emisioni, njëkohësisht edhe me SMS. Ne po lexojmë pyetjen e parë pa humbur kohë. Thotë, kur i kam pas 5 vite më ka vdek baba. Nona u martu me dika tjetër. Unë i kam bledh do tokë në Kosovë, mirë po vllaznia për nanës, me babën e tyre e kanë marrë tokën time edhe kanë regjistruar në emër të vetin pa vullnetin dhe dëshirën tem. Unë ju kam thonë kur halal që jo baj. Tash e di sa herë burri e sheh babën e vllaznive në ëndër duke kërkuar ndihmë prej tij. A bën një këshill sepse s'di çfarë të bëj, a më çu në gjykat apo çfarë është ky zullum që ata më kanë bërë mua. Kur i kam pas 5 vite, më ka vdek baba. Nona martu me dikën tjetër. Tamam, Unë e kam bledh do tokë në Kosovë, mirë po vllaznia për nanë, tamam, me babën e tyre e kanë marrë tokën dhe kanë qitë në emrin e vet, Tamam. pa lejen dhe dëshirën e tina. Tashti thot qysh me vepru në këtë rast, sepse është zullum kjo, jo? Edhe thot po ashtu që unë i kam thonë kur halal që o baj. Tash e di se herë burri e sheh babën e po kjo është motër. Tash e di se herë burri e sheh babën e vllaznive në ëndër duke kërkuar ndihmë prej tij. Pra, ky problemin, po. tamam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. E falenderojmë Allahun e madhruar, te bareke ve teala, salavat e selam pejgamberit e bekuar, shokëve të tij shumë të nderuar, të respektuar, të gjitha atyre burrave dhe grave të cilët rrugën atij burrit të madh kanë ndjekur dhe kanë trasuar derisa të kësaj dite dhe ata të cilët vinë pas nesh deri në kiamet. Pastaj robi duhet t'ja ketë frikën Allahut azza wa jall, para se gjithash. Ata vllaznia e kësaj vajzës, vllaznia penane, bashkë me babën e tyre, e kanë marrë pasurinë dhe kanë qitë mi veti. Kjo fillimisht mund të ketë, nuk është patjetër pas një jetë keq. Nuk është. Për disa arsye. E para, nana e fëmijëve ka hise, nga se ka vdek burri, dhe ja kalon hisen, ka hisen në tetën, ka pas një tetën hise, të pasurisë, përderisa ka pas fëmijë. Tamam. Dyta, ata sigurisht e kanë bërë me pëlqimin e nanës. E treta, që ka qenë vajzë e vogël, pas e femën, dhe ndoshta në tutë që e keq përdorur dikush pasurinë, dhe ka thonë të qese me veti, ku po dimni. S'mund të faleni nonës, nuk mundet me qitë tokë. E keqja është, për ta thash që nana sigurisht ka qenë në dijeni. Këto e keqja është që hisen vajzës si duket nuk ja kanë dhënë. Ata me kanë qenë burrat mirë, vllaznit mirë, keve që ka vllazën ata, japin qikës hisen e vetë. Tani me qitë për një emre jam, për një person e punë në vëgële, procedurë. O që vetëm një qarim, do thot, këta s'kan pas tokë, kje ka blet tokën. Nuk është tokë e bashkarisët kjo, kje ka blet vetë tokën. Të qika? Po. Dhe më thonë, nuk është tokë që është trashëgimi. Nuk është tokë që Kje ka trashëgimi blet babës. vetë. Po. Tamam, ja të ndryshan. Jo ndryshan, se nëse ka blek kja, mas ka dik baba, është e sajna komplet, s'ka hisa s'kështë. Dhe kja të qo të zërpimi plot. Toka të cilën e ke blet ti, dhe të kanë zërpu, mas ka vdik baba. Je i ndonë, s'ke me vllazni motra, për shembull në rast të tash je i ndonë për vllaznive, për motrave, je i ndonë, prindski. ski. Tokën që e blen të tash, dhe ta uzurpon
vllau apo motra është të zërpim plot, nuk ka hisën ta. Është të zërpim plot, nuk ka të drejtë. Është të zërpim, në kuptimin e plot fjalës. Dhe zërpimi është haram i madh. E haramat më dha. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith të vërtetë. Ai i cili një pllom tokë ja merr tjetrit pa të drejtë, një pllom tokë ja merr tjetrit pa të drejtë, Allahu ka për ta ngarkuar ditën e Kiametit me 7 palë tokë. Tash çfarë është qëllimi i hadith me 7 palë tokë, saktë nuk e dim. Mund të ketë më shumë se një kuptim, por e rëndësishme është që do ta ketë ekstrem, s'ka shërmërisht, rand ditën e Kiametit, ai që ja merr vllaut vet, motrës vet, tjetrit, një pllom tokë pa të drejtë, se lëre më me marr tokë më shumë, me marr tokën krejt ose. Për zullume më të mëdha, që robi mund t'i bëj tjetrit është me marr tokën, me marr pasurinë. Njerëzit harrojnë nga se i verbon lakmia. I verbon. Lakmia madhe të verbon, qërron. Nuk sheh. Kuptim, në qëllim nuk e sheh realitet, nuk e sheh hakun. Dhe ja merr jetimave, ja merr doptit, jetimat janë të dopt. Ja merr pasurinë, ja keq përdor. Harran se ka ditë Kiametit. Harran se sa hora vje vdekja. Harran se që ata që ka hangër pe i qëse pasionie, jo vetëm që ka me vjell, por ka me vjell dhe me hangër zjarën me nësaj. Harran. Tani, ty të kalmar tokën, dhe ata shë kushta pesha honër, burri jema, Thot, honër pesha pat plakun, babën e vllaznive, kush pesha? burri e shë onër, thot, babën e vllaznive. Po dhe, po se për kërkën Vllaznive dim. saj, Në të kërkën dim e sa të dënë. Në të kërkën dim sa të dënë. Dhe për me bo halal, ata qesin tokën ata, ta këthejnë tokën të anë, bëni halal. Sta këthejnë tokën të anë, kurqë, në ta lajnë. Në fakt, ki drejt me bo halal. Po ki drejt, nëse dënë. Po ki drejt të mësë me bo halal. Amo një sen, do ta kesh parasysh motër, ndërruar, ata ki vllazni për nane. Dhe ata ki nane nëse o gjallë. Faktit që të kanë marrë tokën, kjo nuk të zënë, me të ba ty, me të shty ty, me të ndiku të ti, që ti me i leqit vllaznin e tu. Kesh kujdes. Lidhjen familjare duhet me rujt me vllazni. Dhe nuk ke që ka zgatë këtë muhabet. Se me kanë qenë të mirë ata, dhe që një mirë nuk ka nevojë me thonë, heqë rruj lidhe farvesnore. Por ka nevojë me thonë ati që të bë keq, edhe të kaftof, të ka largu, dhe të mja kujtu, se lidhja farvesnore është parim fundament për fundamenteve të dinit islam, dhe në asnjë rrethon robi nuk bën me shkëput atë. Nga se nëse shkëput lidhen farvesnore, ka shkëput lidhen me Allah. Kjo punë është shumë rrezik. Shumë e ndihshme. Tani ti mundesh me thonë pas më lojmë me shkuar së më pranojnë, së më bëjnë muhabete, së më dojnë, krejtë nuk qenë pesh asnjë. Ti dohet me rujt lidhe farvesnore me vllaznit tu, po edhe në anës e ke gjallë gjithsesi. Tokën me lyp, ose e ke lyp, stepin tokën me thonë, kur gjë. Tokë është diçka vete, lidhja farvesnore diçka në vete. Ka ndrojmë telefonatën tjetër, alo? Selam aleikum. Selam aleikum. Aleikum selam. E kam 3 pyetje për hoxhën. Po, Pyetja e parë është kështu, e kam lexuar në fakt një hadith që thekë që janë 3 gjëra që kur një musliman e shikon e bën sevap. Njëra prej tyre ka qenë shikimi i çabës. Desha me ditë a është e vërtetë që ky lloj hadithi apo jo. Pyetja e dytë është jetojmë në Evropë, zakonisht namazin falem në shtëpi. A kemi për obligim me thirr ezanin për gjë namaz në shtëpi?
Pyetja e tretë është dhikri i fjetës, që është a bën me lexu surën mul pas akşamit apo vetëm të lexojmë para se morëm me flet. Në rregull, faleminderit, natën e mirë. Allah shpëleft. Amin gjithë inshallah. Këtë që po thot, që tha për fillim pyetja parë. Parë është hadith ky që tri gjëra bëjnë të lumtur, një pyetje është shikimi i çapës. Unë këtë nuk e di që është hadith, por e di që është fjalë e dietarëve të selefit. Gjurë, për fjalët e tyre, që kanë thënë se shikimi i çapës është ibadet, adhurim. Shikimi i prindit është ibadet, adhurim. Shikimi i fytyrës së alimit është ibadet, adhurim. Të tri raste kanë thënë se është ibadet, adhurim. Me shprindin pra veç me shikon fytyrë, paguhet robi. Atë shumë që ka hak ndaj tina. Çabër me shiku është sevap ibadet. Po edhe ashtu edhe alimin. Kështu kanë thonë. Por, në dijet tem, nuk është kjo hadith. Apo s'paku nuk është hadith i vërtet. Pyetja e dytë ishte që na jetojmë në Europë dhe namazin e falem në shtëpi, a duhet me thirrë ezanin apo jo? Në parim, ezani dhe kameti dyjet janë sunnet. Edhe ezani edhe kameti. Edhe në parim dyjet do të me thirrë. Edhe ezanin edhe kameti. Por i kameti është më i fortë se sa ezani. Andaj, ka pelimat cilët kanë thonë se nëse thirrë kametin, mund të ezanin edhe ezanin. Por rani është në thirrë të dyjat, nëse jo bile kametin me ba. Dhe kështu veprojnë muslimanët, shumë herë kur falen për shtëpia, e bojnë i kamet, edhe mjafton inshallah taala me kamet. Ani pse në shpellë, në shkartinë, ku do të jesh, në male, i kamet e ban. Pyetja e tretë ishte tek surja mol ka mundë me lexu pas në namazet e akşamit. Po. Mundesh me lexu, edhe pas akşamit, edhe pas sabahit, edhe kur do që lexon. Do të vazhdojmë me telefonatën e radhës, alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Desha me pyet hoxhën për shembull kur falem me gruan, a mund të na bashkohet edhe vajza jon 9 vjeçë edhe a quhet ajo sikur falemi kështu me xhamat apo pse është 9 vjeçë nuk quhet, domethënë se rimi 3 veta kur falesh quhet xhamat të shufishohen sevapet. Edhe një gjë tjetër, pastaj kur falemi, qofse edhe ato e thon lutjet, dikush e mbaron më herë, dikush e mbaron më vonë. A duhet vetëm unë të them lutjet edhe ato të ndjekin mua apo si lutjet mund në Alo? Ki fjalën e sure apo lutjet në namaz? Lutje në namaz për shembull. Se dikush të në një tjetër për shembull kur bie koha me bë rukun, nuk na përfundoj lutjet në të njëjtën kohë. A duhet të them edhe ato lutjet mas meje apo vetëm do ngjojmë? Në rregull, faleminderit, natën e mirë. Faleminderit, natën e mirë. Selam. Fala me gruan, pra 2 veta jena, dhe nëse bashkohet vajza 9 vjeçë, konsiderohet që po falem me xhamat. Po. Në fakt edhe pa gru, edhe pa vajzë, ti je me xhamat. Namazi me xhamat është imam dhe një xhamat, dhe një person. Imam dhe një person. Qoftë edhe fëmijë, gru burr, plak i ri, është xhamat. Ti del përpara, apo nëse është mashkull afër nga veti, dhe e bën kamet, ti ose fëmia, ose kushëm, ose nëse në i plak, ose baba, që gruaja nuk e bën kamet, ose bën ti vetë, edhe fa namazin me xhamat del imam. Tamam? Imam pra, mënesh me dal, apo me thuj ndryshe me fal namaz me xhamat, edhe nëse ki vesh njëri për mas. Vesh për një. 2 është xhamat. Dhe nëzën sevapin e xhamatit ati 20 ku ka në hadith, namaz me xhamat është më i vlefshëm
sa namazi vetën për 25 herë. Për 25 drejgje, transmetim tjetër 26 drejgje, transmetim tjetër 27 drejgje. Andaj, është mirë shumë, është shumë mirë që në veçantë në diasporë, po edhe tek ne në vendet, fshatrat, lagjet të qyteteve ku xhamiat i ka larg, edhe falen të shtëpia, me falë me xhamat namazin. Çun sabah, me ravdes, falë senetin, dhe që grunë të që fisnike me ravdes, falë senetin të për presone, dhe pret e bën e falë me xhamat. Në shkanë në punë, kur dësh më ramje, jetë shtëpia kësham dhe jasini falë me xhamat me grunë. Dhe kështu më radhë. Po. Dhe pyetja e dytë të këtij vllaut ishte tek surët, pra mjafton mi thonë imami, apo duhet me pyet sepse dikush më thonë ai surë pak më gjatë namaz. Kur është me imama? Po me imam, po. Ja, imami nuk syr çfarë bëhet për mas. Imami nuk e ka atë detyraj me u kujdes a e kënu asë kënu të surë për mas. Ja, mi prit po. Imami e kënan qatë surë, e kënan Fatihan, dhe surën që aj e zgjedh edhe bjen sejtë, në rëku. Ti ndash me ramet të, birë dash të rë, aj bjen. Po. Sepse ashtu është keq me prit imami e keq. Nga se nëse imami pret, e ka krye lezimin e Koranit, dhe nalt një vend që ndërën pret, nuk bjen rëku, pret dhe se të përfundoj për mas dikush, nëse të lezu Koran, kjo rrezikon me prish namazin krejt. Sepse si mbas Hanefive, nëse namazliju hesht në cilën dhe pozit të namazit pa e bërë asnjë veprim, kohëzgjatje, në kohëzgjatje sa e përfundon një rukën, një shtyllë për shtyllat namazit, e prish namazin. Andaj nuk bën me hesht e mi pritit tjerë, nga se rrezikon namazin. Por të shkon në ruku, shkon sejda, ata do të pasu ty, sepse kanë vajgjib. E pejgamberi me hadith ka thonë, sallallahu alaihi wasallam, imami kur të bën ruku, kur të merr tekbir fillestar, merr tekbir fillestar, kur bjen ruku, bën ruku, kur bjen sejde, bën sejde kështu me radhë. Vajgjib obligim e kemi pasu imamin. Po në rast se për shembull është imami në ruku apo në sejdë dhe është ardhur në ruku në fakt, është ardhur një xhamata. Të Hanefit e prish. Po tani mirë cekë këta. Ka për ulemave ka të cilët kanë thënë nuk e prish, të Hanefit e tonë e prish. Sepse ta shtosh diçka tjetër. Këto nuk është heshtja, si pak më lart, heshtja pa bërë asnjë veprim në kohëzgjatje sa përfundon një rukën, por këto është një shkak tjetër, e që është të rukun për zgjat, shkak robi, shkak Allahu. Shkak robit e për hatër Zotit. Andaj prishet. Si pas Hanefive nuk bën me prit atë. Let gutet ai pak. I ke reqatja, i ke rukuja, dhe të thët i ke dhe reqatja, e kom bezër masanej. Inkadrojmë telefonatën e radhës. Selamu alaikum. Aleikum selam. Po, urdhani. Deshta m'ja bo hoxhës një dy pyetje nëse ka Po, mundësi. patjetër urdhani. Në javën e kaluar ka thirr kunata jem. Me një vlla 50 vjeçar që aty jetu, me 2.000 jetima. Po kunata nuk e ka përmend që e ka banesën fush Kosovë. Po du me ditë mi thonë hoxhës, a gjënaja me nejtë prom na me qitë vlavin për shpis, e me nejtë kunata atë, kur e kaja banesën shlirja kalon vlavi. Tamam, e qartë. E qartë e pyetja e dytë ke, se baba e Rametia o dekë që një muj ka ba, ama baba nuk i kalon amanet as neve, as fëmijëve të vllavit, kërkujna nuk ja kalon shpinë. Na jena 5 motra e një vllona kam jetë përmartu. Po? Qa i thënë këto në nuk e kuptoj që është dhe njëri thët,
Po ma ja kalon djalit e më shpinë kur jenë na e hena 6 ditë. Tamam. Ki qartë hoq, po? A jemi short? Po. Tamam, rregull, E Allah. faleminderit, selam aleikum. Aleikum selam, natën e mirë. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Është e vërtet, e kujtej këtë rast shumë mirë. Ai motër cila ka thirë. Mos po dhe javën e kaluar, qoftë të martën, qoftë të ajten, edhe tha se jem me thmi, punoj, në për shtëpia të qenë të tërkomtarëve, pyetje dhe punën e shisheve të alkoholit tjerë, por tha jem me një konat pa martu 50 veçar. Vihri ka dik të ashfrik dhe ka thonë me ja kalon thmive të mi banesën. Edhe unë isha i prerë aty, se njëri prej shtëpisë dohet me dalë. Ose konati 50 veçar, ose gruaja me fëmijë. Edhe sikur ta di, sikur ta disha, edhe thash, mos shka me vetë kërkanë, se kanë dënjat, kanë të pëtsh, nuk ka me dhamë për digje tjetër. Nëse tep, dije të ka barrafsh, ose ka marrë vesh. Kjo që ka shku ka vetë dikën. Që ke njëjta, o që ka vetë një shaktemin. Me momentin që ka pyt atë, ai më njëherë ka njëve dhe i ka thonë mos ke pyte filan emisionin, ka thonë po, pse po vetë, ta dhe njëri gjevapin, pse po vetë. E që jep me kuptu se ka njëherë ndëgjusja, apo ndëgjusja, me plët respekta për të gjithë, nuk e ka qëllimin me marrë me kuptu hakon, por me jamajt anën ati. Dhe si mës t'ja majsh anën ti, si mës t'i bje mirë, shka neve dika tjetër. Nuk ka thekja, nuk ka din. Kjo nuk ka din. Kjo nuk ka din. Dhe onë që të para se marti, një edhe me heret në mision. Sepse kësha lanë termin me dikend. Dhe aje palë që kënë, një qift bashkërtor, e kanë pyet dikend për filan çështjen, pas e kanë orë të onë. Dhe të sinqert ata, thanë, kemë pyet filanin. Filane ka dhënë gjevapin, nërsa filane ka thonë shka pyete këta, për mu. Ingova, dhe në fund, faleminderit që një ardhë, edhe është disa këshilla, të përgjithshme, ndërsa se e përket përgjigjes për pyetjen që të jarë për atjehit, përgjigje e me është që është të ka dhonë që të haqëllarë që atje. Asë nuk e zgjatë. E ke marrë për ty pëjtim përgjigje në qa dy në emja? Respekt për ty, faleminderit shumë zëtë shpërblet, por përgjigje ty në është e njëjta. Me që anti, kërë në haqëllarë të sënetit, të haqëllarë me pesh, me ndikim, me matori, me njerës të cilët, për të cilët dëshmon në shoqëria, dëshmojnë në vllaznia, dëshmojnë në gjemate, se njerëz, janë njerëz me pesh. Kështu që një falenderova, por kjo ishte përgjigje em. Pra, nga njëherë vjen robi, s'pa thëmë këta qerdhen, por stakfirullah, nga njëherë robi, din me pyet, dhe ka një qëllim, mja majt krahin. Mi ra mirë. Po, si ra mirë, me njëherë shka të tjetëri. Dhe këta shqiptarët shumë e kanë këtë të theksuar. Shqiptarët shumë e kanë të theksu në këte. Por, nuk thëmë se justifikoj, nuk hatrohem ta, por vje keq pse njerëzit bëhen ka që të dëpt në raport me Zotin. Pse po ngull kam të gjithë se si veshti me pas mirë. Pse? Pse ere për to? Pse erdhe? Me momentin që e artë të onë, o të dhash mendimin tim, fetfan time, sim pas mendjes tane, që të kini koncept.
o të dhash për 180 shkallë kundër, ti do të me zbatu atë. Kaq. Tani, ahkamën e mira keq, le ma muat mesele të në ditë kiametit. Ti veprëmët e që të më thanon, në ditë kiametit, thuj Zotit, ti kofshin falë Zot, unë që shtu më shku pyet filanin, dhe më ka thonë që shto, kur zemrës më ka pëshu që ka pas mirë. Unë dëshej që se ka pas mirë. Vetë Zotin të kërë që ditë kiametit. E kjo është ku e ka vetë dikën tjetër. E njëta, e shëf që ta shtërgën kjo motra, sa e nuk tërgej që ka banesën. Nëjse, e është pun për ta, nuk ka pun për mu. Por, për dire se e kalon burri banesën, do të më dalë në banesa jo. Motra, me ka ofthi më dalë në banes, konatit, e në shpin, edhe i ka motrat e tjera, të cilat vinë, e bojnë të panën, se jenë hisenike dhe tu. Tha jena 6 motra. 5 motra kanë hise. Tanë në kanë hise aty. Dhe është shpia tyne, shkojnë të vlajt tyne, Zotë dhe të mjëtut. Dhe të mjëtut Allahut. Rruj pa drejtësi se kojta të mytë. Kojta të mytë. Kojta nuk të lem nuk të lem për njerë. Asë ka gale që të pashtron. Dhe i të rasë në gjehnem. Zatë njerin, kushe që në gjehnem? 2 sene që në gjehnem. Nefsi që ke kojta edhe drejtë që malkuar. Këta në 2 faktorë, kërësor, të cilët e ngrehin njeriun, e tërhekin njeriun, deri ta qojnë në gjehnem. Kojta! Kojta! E popullë thot kojta të korit. Ka që mjafton? Po marim telefonatën e radhës, inkuadrojmë, selamu alejkum. Aleikum selam. Po urdhëroni. Jam një motër nga Zvicra, muslimane. Ja kom nisë mu falë që 3 muj. Dhe shta pyetja jam për hoxhën ke kur e kom bo një aplikacion në iPhone, edhe fola me telefon se si di ketë për smenç. Dhe shta me vetë hoxhën, a dohet farz, në sënet, që me bon jetë, a muj me folë ketë kështu, se në telefon për folin ketë ren. Veç në fillim për bojnë jetë. Në rregull. Pyetja dytë ke, kur t'jam në lajkon që s'kam ujë, që s'moj me mor avdes, kur s'kam avdes, ose nëse s'kam që thujnë dheja nëjse me mor avdes, shka muj me bo? Në rregull, faleminderit për telefonatën. Faleminderit. Selamu alejkum. Atëherë do të bëjmë një shkputje të shkurtër për të falendëruar sponsorët tanë dhe pastaj rikthehemi në studio. Qëndroni me ne. Përse të kërkoni kur mund ta gjeni, ju presin mbi 300 makina të reja dhe okazion prej markave më të njohura. Albini Auto në Rrym Lang, Zyri, është partneri juaj i parë për makinën që ju dëshironi. Na vizitoni dhe befasoni me ofertat tona ose vizitoni webpaqen ton autovizalbini.ch. Albini Auto, ne e kemi qelsin e makinës së ëndrave tuaja. Vazhdojmë tutje me pjesën e dytë, ta njohim të vërtetën me profesor doktor Shefqet Krasniqin, edhe me tutje linja telefonike është hapur për të gjithë dëgjuesit dhe shikuesit e radio televizionit Iliria. Kemi telefonat, po inkuadrojmë. Alo? Po, selam aleikum. Aleikum selam. Ju përshëndes juve dhe hoxhën. Faleminderit. Desha me pyet hoxhën burrim sa herë që fal namaz, se cilë namaz i hapet goja. Në rregull, pyetja tjetër. Parë, dhe pyetja dytë më përpara që ishte për namazin, edhe unë desha me këtë pyetje, unë e tha i falë sunetet, edhe ku ngrema se për farë se bëjë njëtën dua. A me dëgjova një tha se është bidat kjo, nuk duhet ta bësh, vetëm një herë parë ta bësh. Njëtën apo? Edhe sunetet e fundit, të me kur i falë drekën ose salat e vite, ja namazjacis, ishte e bëjtë një bëj prap dua, për ka desha ta di, se me thanë është bidat. Duhet vetëm fillimin ta bësh. Të dy pyetje kisha. Rregull, faleminderit për telefonatën, ju përshëndesim. Kemi me të Borxhës. Ju përshëndet edhe juve. Selam. Aleikum selam. Ne kemi me të Borxhës së motës që thirrën në fundin e pjesës së parë.
kam fillu namazin 4 muaj, kam një aplikacion, po në telefon sepse jam fillestare, dhe aplikacioni po thotë që me bën njëtin në fillim edhe falet bashkë sunet e farz krejt. Thotë a duhet më do këtu apo qysh me Këtu po. Elhamdulillah që motra ka fillu me fal namaz, kjo është shumë e rëndësishme. Pastaj e ka gjetë këtë metodë që me fal namazin e përmjet telefonit, për faktin se nuk din. Por, këtu do të me pas parasysh disa çështje. E para, mos me ik njeti për e bon jetë. Me qenë se jemi të njeti, se cili namaz e ka njetin e vetë. Se cili namaz e ka njetin e vetë. Namaz e farz e ka njetin e vetë, namaz e nafile ka njetin e vetë. Sënet e ka njetin e vetë. Për shambull, 2 rekat e sabahit, sënet e kanë në vetin, 2 rekat e farz njetin e kanë në vetin. Ato njët falen, po njeti ndryshon. Gjithashtu, do të pas parasysh ajetet, Koranin, që lexon YouTube, internet, lexuesin internet, nuk të mjafton ty veç me ngu edhe ta numëron rukun sejdë. Dohet me thonë. Mastina. Pra nëse thotaj, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, të nëse më në mban mend, që ta kujtu pak ditë kryhet, të e prek pullën e nalë, nëse ka nevoj, por ju me levizjet shumëta, sepse këto është ta problem të levizjet. Andaj nga se më angazhu me 2 durët, e me boj levizjet shumëta, të shumë ulema ndërta ata hanefit namazin e prish. Për ata kanë thonë, levizjet duhet jenë sa më të pakta dhe jo me 2 durë për 1 dorë, nëse vëdëtërojt njeriu me bëndë një levizje. Levizje cila nuk e përket levizjeve të namazit, kapja telefonit, nalja telefonit, jo levizje jashtë namazit. Andajt me pas kujdes, me njënë në dorë, me bëj levizjet të sa më të pakta, dhe me thonë edhe me goj surën të Koranit, me rëndësi shumë. Ndërsa në rukun sejdë, subhanë Rabbi el Azim, subhanë Rabbi el Ala, edhe nëse nuk e thot heq, nuk prish punë, edhe nëse e thot njëjtë si në rukun sejdë nuk prish punë, edhe nëse thot diçka të ngjajshme, për shembull, vend që me thonë subhanë Rabbi el Azim, thot subhanallah. Në ruku, po ashtu në sejdë, thot subhanallah, nuk prish punë. E rëndësishmë leximi i Koranit dhe me ndarë recatët. Recati i parë, qëndrimin kam, tekbiri fillestar, qëndrimi kam, në rukuja, më ngrit për rukus, me bë 2 sejdë dhe më ngritin kam, kry një recat. E këtu më një mësan, më një përcjellë për një telefon. Po. Pyetja e dytë ishte që kur nuk ka ujë, e asdhejtha që shme morë avdes më falë shme. Po kjo ku jeton në Afrika ku motra? Ja, në diaspor nuk bëma kia. Me kënë se jeton në Afrika të dikon në Sahare, të Arabiset e dikon, e shme lila, ka më si nuk gjenu i kërkon, bëhet të lashe. Ose më shkum polin e veriut atje dikon në Siberi, ose në Antarktik atje më shku, bëha kia, pe i është gjitha sa në ngrit, akull, s'ka uj. Të e në deli me sele tjetër atje, a bon me marra avdes me borë. E që i buj Sufi thët po, Mahamed e Banive thënë jo, tamam. Po nësë është në shkreti tirë, në Arabin Sahare, mërë zalë që atë edhe mërë të imam. Për ndryshe në Evropë, elhamdulillah për Zotit, u i kem të nanë, që. Po, e mërë shishe me veti, në shishe mërë me veti uj, nëse të tutësh që po jetë pa uj pra, mërë shishe të vogël, dhe ndëmat vogla, 200 gram ose miligram ose sa i bjen me pas, uj, shishen me veti në qantë, dhe më rabdes me te. Kaq.
Por nëse boran hoqë shkrinjet probat uja, banë marrë? Po nëse mërë borën edhe qëtë në vapë në zjarë të kënë temperaturë shkrin gjithsesi, por kur jenë natyrë, jenë malë, në Siberi, po në kohë tonë, po edhe në Balkan, ta shës për mërë ftaft këtë të vitefonit është që është tjetër që 20-30 vjetë, për ndryshe për 30-40-50 viteve tutje, bora si ka ra një herë në dhëtorë, më nuk o shkri deri në pranverë dhe gjysën pranverës. Edhe njerëzit kanë ultue, kanë punue, kanë shkuna për mollije, në për të motar, të vlaznia, të kudion, edhe më orë të tëra, bor, s'ka uj. Ta është që në koha namazit, namazi afer, dimnit namazi afer, kanë ujë për avdes, mundet me marrë avdes për i bore. Unë mendoj që mundet, që është të bujë Sofi, mundet, anë pse aje kësh zanë që bora cila e kapë dhe i lagë durët, do të pak më shkri për në pika pak uj. Edhe zakonisht bora shkrijet pak. Vesh nëse është ekstrem fëftoft, për ndryshe, kur kontakton bora, pak e but, me temperaturën e trupit, aje fillan me shkri dhe një me lagë krejt, dhe fillan në pika pak. Vazhdim të kjo pyetja kësaj motë burri kur po falet për hapët goja. Kjo është mund tjetë për i shejtanit, mund tjetë i padgjëmësis, mund tjetë për i shejtanit, për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, nëse dikujt i vije me, që thënë Shqip nuk e di, me hapë gojën, arabisht është të tha o bithojnë, në gjënë Shqipe nuk e di se i thojnë, me hapë gojën ty benedisha, se me hapë gojën, se është bashkë ndoshta ka, po dhe nuk është dure, ka nuk është bashkë etike e kulturë, ka në e fjallë që s'pedi qysh i thojnë, arabisht e di, Shqip nuk e di, ka thonë fel e këdhe më stëta, le të analë sa të mundet, ndaj le të kafshën buzën, se le me hapë gojën namaz, sepse shejtani futet në te, e hinë gojë. Pra mund tjetë prej shejtanit, mund tjetë prej demelis, mund tjetë prej padgjëmësis, mund tjetë edhe prej syshit. Hapja gojës, në intervalle kohore të shpejta, të shpeshta, kohë pa kohë që shëtë populli, është njëra prej simptomeve të mësyshit. Pra. Atëherë kemi telefonatën e radhës, apo? Në kadrojmë. Selamu alaikum. Apo dëgjohemi telefonata, nëse po dëgjohemi vazhdoni apo urdhoni me pyetje. Selamu alaikum. Aleikum selam. Deshta dy pyetje hoxhës. Urdhoni. Unë jam në klasën e 4. Deshta me thonë, kam obligim më fal. Pyetja e dytë është, unë shkoj në hec me mësu Kur'an për menç. Edhe mamja me babi jam gjithmonë më rrinë nga të dhe më thojnë mëso Kur'an, bëj detyrat, e deshta me dita e kanë mirë që po ma bojnë si obligim kështu me lexu Kur'an e sene. Faleminderit për telefonatën. Suksese, selamu alaikum. Jam klasën e 4, kam obligim me fal namazin, pyetja e parë. Po qyshja. Po se në klasën e 4 këtë duhet të ketë 10 vjetë. Apo? Po. Ka obligim. Në fakt e ka obligim, nuk theme ka obligim në atë kontekst shikimin e të rriturit, por ka obligim në atë kontekst që dohet me fal namazin. Sepse pejgamberi ka urdhëru kur t'i bojnë 7 vjetë fëmija me fal namazin, ndërsa ka thonë qërtoni nëse kur t'i bojnë 10 vjetë nëse loj namazin. Çështja tjetër, prind pjakujtojnë, penzisin, peshtin me mësu, Koranin me mësu. Po këta janë prind të mirë. E kë bukuroshe në fak paqët, ka pas fat mirë,
që ka ta prind të mirë, të cilët e lidhin fëmijën e tyne me Allahun, e lidhin me namaz, me Koran. Ta në prind të mirë, janë familje mirë. E fëmiju natyre se lodhët nga pak, është shumë normale e punë. Lodhët, sepse ka detyrat të shtëpi, detyrat shkollë që merr atje, obligime tjera, por me gjithatë, ja vlen barra qëranë së shtu. Nga se në nuk mund të lënë fëmijën për mësue namazin e Koranin e, nuk mund të lëjmë për faktë se është në për shkolla, në shkollë diku nuk mund të lëjmë. Pra përënëm pak le të arënëm s'kem që i bojmë, Koranin, su Koran, më falë kështë të mërë. Allahu të rujtë, vëllë, na fak paqë. Po. Selam aleikum për telefonatën e radhës. Alo, selam aleikum. Aleikum selam. Dhe ishta një pyetje mja bo hoxhës, jam një mutër nga Gjilani. Por nani. Dhe ishta për ata fëmijë që vdesin të vogël, në moshën, më thonë, 8 vjetë, 12 e poshtë, a janë qatë moshë atje në xhenet, apo e kanë njëjtë moshë që vdesin tash? Dhe ishta me ditë. Faleminderit për telefonatën. Selam aleikum. Faleminderit. Fëmija e vegjel, të cilat vdesin këtë dynja, ata, kur të hinë në xhenet, rriten, bëhen të gjithë njëjtë krejt. Krejt të bëhen, se ata që kanë dek pleq, se ata që kanë dek fëmijë të vegjel, krejt janë moshën 33 vjeçare. Të gjithë. Në xhenet janë në një moshë. Në atë kuptimin kështu, kuptim figurativ, nuk ka diskriminim atje. Jo një vogët atë mëjtë për më përqeshin, apo për mërdhnojnë, jo një plakë, këta tjerë trisë për më formatin, s'ka atje. Atje në të gjithë në një moshë. Në moshën e Isaut a.s. Kër është ngritur në qiell. Në gjatësinë e Ademit a.s. Dhe në bukurin e Jusufit a.s. Po. Vazhdojmë me telefonatën tjetër. Selam aleikum. Aleikum selam. Do është një pyetje hoxhës. Babi, kjo pyetje është e babit, ju ka bo marak babit me ja bo hoxhës moti që të pyetje, po së nëse shumë lidhjen, janë 3 vllazni, është babi edhe 2 migjallarët e me. Ka një kohë që ju ka lejmru babit dhe minë, sa pikon zamra babit që i kanë lënë tokë ma pak, edhe ata kanë tokë ma shumë. Edhe që një kohë ju ka bo marak me abu hoxhës që të pyetje, pikrijan stres shumë, po mërzitët shumë, të në kohën e ka që të problem, të në kohën që të diskutime të i bo non-stop në shpe, ju ka bo marak me vetë hoxhën, qka me bo që është qëndrën që është ja këto, qka me bo në këtë rast. Se sa kanë do tokën, mëti? Mëti është do toka. 20-30. Jo tash frek dhe me thonë për këthy që i kanë qitë namën dvetë me katastar, po babi po thotë që kër e kanë thirë katastarin mu nuk më kanë vetë heq. Para prakisht i kanë qitë do shenja ku është toka edhe së më kanë vetë heq, edhe veç e kanë do tokën e kanë qitë namër gjithë se cilit edhe qysh ju ka konvenu edhe s'ju ka interesu për mua, jem i knaqta, nuk jem i knaqta. Ma i vjetri dhe më thonë është, a i vloj ma i madh ka dek, para shumë vjetve, babi është i dyti edhe është migja tjetër i treti. Na pithojna leje, mos bo fjallë se po dënë edhe mu i dhnu për i migjës, po thot nuk po du mi shku, mas mi fulas, na i na thonë nuk bën. Leje zoti është i madh, nuk bën, nëse të kanë hin hak, ata përgjigjen për Allahut, nuk bën. Që kjo ke pyetje e parë edhe diçka tjetër doshta mi thonë hoxhës, babi kujton që ti na nin neve dhe na sheh. Sa herë që jo ti thoni dikujt selam aleikum, aleikum selam, babi non-stop ju përshëndet juve dhe non-stop komunikon me juve se menon që jo e sheni edhe e nini babin.
Edhe ju falenderoj non-stop. Allah shpërbleft. Faleminderit shumë për telefonatën. Selam aleikum. Aleikum selam. Allah shpërblet. Nga njëherë motë njeriu ç'më thon, jeton e shijon një ligjerat, një program s'kur ky joni. Veçanti kur din që jemi drejt për së drejti, dhe ndjenjat e tina, thellimi i tij, koncentrimi i tij në ata që po flitet, që po thuhet, e bën atë si me qenë qëto afër neve. E përjeton. Andaj edhe në selam, në mërë selamin, e Zotë është përbleft, dhe Allah edhe ka me pagu i madhe, Zotë, të kufshin falë. Dhe kjo është shumë normale. Kështu që Zotë të arrujt atë babë, të shëroft, e u arrujt familjen krejt, të gjithë. Se përket përgjigjes për pyetje në fjalë, atë që ai pëthën një babës, unë i bashkangjitin plotësisht. Le tash atë mohabet. Veç e bën lugë. Përderisa toka është ndarë, ka hyrë katastar, janë marrë në shkrimet, ka dalë nëmën të individëve, më harraje që mundesh me bëtë diçka, për pas më korit. Kjo fjala më korit para njerëzve, jo para Zotit, se para Zotit është haki yti, por para njerëzve, para vllaznive, në pleqni, në stamdekes, s'na ka hije neve. S'na ka hije. Kje para dyta, është normale, ku të këqërsh në anën tjetër. Është normale që mos me qenë ndarja gjithmonë me milimetra e barabartë. Është normale, bre. Njeriu një bukë nëse me rëndan, në 3-4 pjesë, një pjesë ka me metë me vogël, një pjesë tjetër me madhe. Ndarja drejtësisë në mënyrë të përkryer është skajshmërisht haram. Për ata në legislacionin islam, për shembull në shitblerje, ku është shumë i ndihshme kanari, me matë senet, damat e vogla, të cilat shkaktohen pa dashje, tek shitse apo tek blerësi, te kalohen. Për shembull, shkoni blen të një thas speca, 2 thas, ose 2 paketa, 3, për në ishtin Turqi. Tamam? Dhe e mërë me tahmen ato, me paketa, me pak. Por aty në ato paketa, qëllun disa speca të presht, apo të kalpët. 3, 2, 5, 7, 10, 2-3 paketa, 3 paketa, 4 speca, 5, me 10-12 speca, do të migju. Tash, ligji shariatik nuk ta nëmëron këtë ndo një mashtrim që ja vlen me ngrit pa di, e me që edhe një procedurë për fillimit, e me anullu kontratën, e me detyru këta, ose kompenzim, ose me këthi mallin. Jo. Sepse është një dëm i vogël që se ka bukur me qëllim, por ndodh kjo. Të njëri apo të tjetër, apo shitësi, blerësi e blen, të mendu se të zamit 3 pako speca i kanë 50 kg. Dhe i merë këturu i merë që tu, e i matë. Të shpje i teket i matë, kur të i matë dalin 45 kg. Ku, thëtë, ose ma pak. Të më ndohet që më dalin 50 e ma shumë. Po, për ka këna djek. Mulle me shku mja këthy. Jo, s'mjërët kjo parasysh këtë dëm. Se dëm tu te. Ose dëm tu aj. Dëmët e vogla, edhe ndarje të
pasurisë, ndodhin këto sene. Sepse është rëndom që nëse për shembull një prind i ka 4-5 banesa, 3-4 trulla, pa place, 2-3 shitore, tash njërit i bjen aje, tjetrit aje. Mundohet me gjetë një mesatare, por ja që njëri lokal, ndoshta me shit, bën pare ma shumë se sa që kanë mendu të tonë, ndoshta s'bë pare hiq, apo bën pare shumë pak se sa që kanë mendu. Tash njënë anë i bje ma mirë, tjetër anë i bje ma keq, ati që i ka ra që e dyqan, apo që e tokë, apo që e shpi. Tash nuk më thëta i valla në dëmtova une, po do nërë më ndo, po i s'ka ne punë ashtu. Ande edhe baba i thuj babës, pajta me ate, që ka ndodhë leja Zotit harrokit punë. Harraj o babë, harraj thuj Allah në gjennet qoftë. Harraj je, mës e përmen, kur mës e përmen. Fjallë Allahut azza wa jall dhe kryke punë. Po. Atëherë kalojmë tek telefonata e fundit për sonte. Selamu alaikum. Wa alaikum assalam rahmetullahi wa barakatuhu. Për Habibin tem, doktor Mulla Shëfqet Krasniqin edhe për juve o Naim, për Gjermanisë. Po faleminderes. Valla pyetje s'kom, po veç deshta më ju përshëndet, edhe hoxhën, edhe falenderoj shumë se ishmin në Prishtinë, edhe falim bashkë me hoxhën akşamin edhe Yasin, edhe doktor Mulla Shëfqetin e qojnë kalak, e imi knaq, e zotë e arrit për e qetin, e ashtoft jetën, e arrit rrit dijen. Amen, faleminderit. O Mulla Shëfqet, apo të kujtohet atë njat, apo të kujtohet kur të thash, këta vllazit e mia, di që ishin aty dhe këta e burrat mirë, se nuk flasin fort ku t'jom unë këtu, o Naim, ja kallzova hoxhës një farë vaki, një plak, thash kur a shkuj nga rati në Ramazan, në për Klinç aty, e pa tha jonin të pija aty, qysh bë tha Allahit marrë rëft, tha, në këtë ditë Ramazanit pa pidahon, a i tha, po bërë tha po, unë tha jam katolik, shka jeti tha katolik, pse tha thia ju, tha ju s'kem në Ramazan, hej, tha ljumit ju, tha po fet mirë, tha paski bërë pa në vasë, Faleminderit Xhebinak për telefonatën, përshëndesim edhe ne. E ka ljofshin që është mas mirë, kofshin mëshirën të madhit Allah. Amin. Na knaq, vallahi. Jo për sjellje, po më marr s'pa muj, vi çështu ka herë. Faleminderit shumë Xhebinak. Selam aleikum. Po elzojmë një pyetje të fundit nëse po kemi kohë pak, thotë çfarë gjunohu kanë ata të cilët i rrokin makinat në parking apo jashtë parkingut edhe ikin nga vendi i ngjarjes dhe nuk kallzojnë hiç. A është njëri keq, shumë i keq, zullumqar, i cili mundohet me mëshif zullumin, me mëshif krimin, dhe çdo krim o zullum, dhe çdo zullum o krim, por të Zotit se në mëshif. Robi do të më qenë sinqert. Robi do të më qenë sinqert. Po e kam bo këtë gabim. E bona. Ma falsh nera të rrit. Allah që përblirë. Mas ma falsh këtë drejt. Me lip hakin tanë të drejtën tane. E drejtja jo të është me ta kompenzu damen. Që kam bo në i shkretit është. Në Zotë më se dhash me bo me qëllim. E bona pa qëllim. Por unë përgjigje. Elen telefonin, nësi e përgut, li letër në telefon, s'ki telefon, fotografeja tabelat e tina. Edhe në emërën policia rasin, policia ta gjonë, qëllëm shirë sytë. Qëtë punë e kanë. Qëtë punë e kanë. Ta gjenë edhe thua filani, filan venin, filan kohën, i ka ka një dëmë, oni ma që këmë ba. Ja telefoni jam, le të më thiraj, shkej me ta, të ju në policia për raport, ku të ka nevoj, sepse nuk du me ikë për gjithësis. Njëri e kom lëndu, e kom dëmtu, e kom lëndu, psikisht e kom dëmtu, materialisht, dhe dikush një me lëndohet, shumë lëndohet. Një javë s'flanaj, a i një javë nuk flanë, bo mja prekjerën. Po, që ashtu është. Ashtë ma zërë të qëllohën e një njëria dëmë të vekjerën ku ajë një javë dhe të esëm flanë. Me qëfar drejte? Ishtohet sikleta atina e mërzia pse e hikë dhe botë e vetë 70.
Jo, vëlla, nuk jam iku. Nuk i iki për gjithësisë. Njerë zjena, njeri mund të bëj dëm. Dëmi pa qëllim është i kapshëm, ngëlltitet, përbihet. Dëmi qëllim shumë është ma i ranë. Runa, zët. Pra ta edhe në vrasi si vrasi. Vrasi është njëjtë, e njëjtë është. Njeri për vdes. Por, kër vdes qëllimesh, kër e mytë vrasim në vrasje qëllimshme, dhe vrasje gabimshme është se nata me ditë. A vdekje njëjtë. Por në rastin e parë, qëllimit ishte me mbytë. Në rastin e dytë, qëllimit nuk ishte me mbytë, as ka shku mene me mbytë, as do me mbytë njëri të as keme nuk kërë për jetë. Po ja, e pa të gjedin e deqaj, ideje. Pra njëri u mund gabon, por pasojët e gabimit, nëse nuk është gabimit vepra qëllimshme, janë shumë atë vogla, edhe të Zotë e lartë në qilë, po të njerëzit poshtë në tokë. Dhe ne dohet me kallëzohet, dohet me tërguhe njerëzve. Kam ba dëm, ta kam prish kjerën, ose dëmën e shkaktuar, makinën tane, është filan, unë jam ja këtë telefone, thërëm telefone dhe takohem me vëlla. Hoq, faleminderit shumë që ishe pjesë e këtij emisioni edhe sonte, të nderuar shikues dhe dëgjues të rretërisë, kaq për këtë emision. Repriza është nesër nga ora 12. Mirë takoheshëm javën tjetër. Selam aleikum.